kam parasysh vetëm, po them, vendet e tjera, Serbi për shembull, studentët atje apo dhe opozitat atje kanë më shumë se një vit që protestojnë, edhe me temperatura që Beogradi ka shumë të ulta se sa Tirana, që shkojnë -7, -8 gradë, dhe protestojnë thuajse çdo javë, çdo muaj po, çdo javë para institucioneve, edhe kur ka pasur ndërheshje bore, domethënë temperaturat janë justifikim më shumë se sa janë justifikim base edhe për të fshehur organizimin e vërtet të opozitës, sepse duhet thënë që këto lloj foltoresh kanë treguar që ka një mungesë të madhe organizimi. Sigurisht që nuk është qëllimi i vetëm pjesëmarrja dhe nuk gjykohen gjithmonë, por flasim për partinë më të madhe në opozitë, që sigurisht duhet të ketë një grup të posaçëm apo një mbështetës të saj, simpatizant, që e ndjekin hap pas hapi. Dhe mungesa e tyre sot, të paktën ishte një numër shumë i ulët, tregon një lloj zbeje dhe të aksionit. Unë e kuptoj që gjithçka do shifet në datën 24, sepse gjithë bateritë e opozitës dhe Partisë Demokratike po përgatiten për atë datë, por nuk bëhet opozita vetëm me një datë apo vetëm me një protestë. Duhet në mënyrë konstante të kenë një lloj reagimi apo dhe një lloj qëndrimi, siç e shohim për shembull te zoti Lapaj, që pavarësisht që dhe ajo ka të meta si protestë, por ka një lloj vazhdimësie të ecuriste, duke sikur vetë opozita nuk e ka seriozisht, kjo është mesazhi që japim, pavarësisht se në thelb ne dim që s'është kështu, po duke sikur vetë nuk e marrin seriozisht. Dhe kanë lënë për datën 24, dhe lë një imazh jo shumë pozitiv, do thosha. Në datën 24, por çfarë do ndodhi në datën 24 kur një foltore shumë e shkurtër sot, një tryezë opozitare të premte nga e cila në fakt pati dhe mendime të ndryshme, u duk se ka disa vektor, ka disa opinione. Nga tryeza, çfarë tingulli, çfarë ishte tryeza? Ishte një përpjekje që për mendimin tim edhe ajo nuk u shfrytëzua siç duhej. Ishte një përpjekje serioze e zotit Berisha, ftesa që u guar, kishte jo vetëm partitë të opozitës, por kishte edhe element të shoqërisë civile apo intelektual, sido që të quajmë, janë personalitete që përfaqësojnë diçka. Por aty u vu ajo që më bëri përshtypje që dhe këta që kishin shkuar, një pjesë që nuk janë zyrtarisht e opozitës, shkuan si për të thënë fjalën e tyre edhe për sulmuar PD-n një pjesë dhe jo për ta mbështetur, dhe harrojnë gjithmonë pikturën e madhe që gjitha këto janë forca opozitare, dhe nëse nuk bashkëpunojnë me njëra tjetrën, me Berishën apo këdo qoftë, shanset për të organizuar një front të madh opozitar janë thuajse zero. Ajo që vura re që vazhdonin ende duke folur në parim që duhet bashkojnë, pastaj sulmonin me një fjalë Berishën, me një fjalë sulmonin Partinë Demokratike, pastaj në një qevmbetje që kanë me njëri tjetrin, dhe duke sigurisht një takim për të nxjerrë natet personale, sepse në fund nuk dolen me një qëndrim të gjithë të përbashkët, flas me një lloj deklarate, krijohet një lloj konfederate apo një lloj qëndrimi për mënyra se si duhet të ecet më tej, dhe kjo mungoi. Edhe nuk ishin të gjitha partitë, nuk po them për Arlind Qorrin apo të tjerë, por nuk ishin të gjithë përfaqësuesit, po them serioz, zyrtar të partive, po kishin dërguar zvendës apo njerëz që njihen si mbështetës, por nuk përfaqësojnë zyrtarisht X forcat saktuara politike. Domethënë ishte një përpjekje mirë e Berishës, por nuk e pash të konkretizoj me një qëndrim të përbashkët që realisht i duhet në këto momente gjithë opozitës, sërish me deklarata që më shumë synojnë të tregojnë problemet që ka opozita, se sa thonë të jarojnë pak problemet që kemi dhe të vazhdojmë të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Kjo mungoj në këndvështrimin tim. E qartë, duket se ka vektor opozita, kam me parasysh Saljani për shembull bëri një takim në Korçë. Po. Dhe kur bëri pyetjen që dakord shumë gjëra ne nuk i kemi në dorë, por sheshet bosh ne duhet kemi një pse janë sheshet bosh kur është kjo qeverisje, kur ka këto skandale që vinë nga drejtësia, në fakt, etj. Pati zëra atje nga salla që thanë që faji është i Berishës, Berisha është fajtori, por duk se u kalua kjo. Pra Saljani është një vektor, Lapaj është një vektor që po bën qëndron përpara kryeministrisë. Ka zgjedhur formën e vet. Po, ka një formë të tillë. Në tryezën e së premtes pati zëra të cilët patën guximin t'i thon Berishës si 25 kanë për shembull parasysh si Flor Binajn ashtu edhe Ermala Simen, të cilët renditën qëndrimet e tyre. Nëse këta vektor që unë përmenda do të kanalizonin gjithë energjinë e tyre diku pa Berishën, mendon që mund të bëhej një front më organik, apo Berisha është alibia që opozita apo elemente opozitës e përdorin në fakt për të fshehur pa aftësinë apo pa qartësinë e tyre? Mendoj që Berisha është alibi për të justifikuar gjithë edhe dështimet, sepse një pjesë e këtyre që folën, edhe
përveç Salianit që testua në këto zgjedhje, pjesa tjetër testua para disa muajsh dhe kundër Berishës, ose në anë të Berishës, duke pasur përballë situatë, sepse një lloj në fushat elektorale, dhe nuk arritën të patën sukses personal, por nuk arritën të kapitalizonin një fitore të madhe, apo të krijonin një lloj fryme. Tjetra është që nuk i pengon njerit të shkojnë në sheshe se nuk del Berisha. Në Lapaj në shofim, ka një lëvizje shumë pozitive, një lloj qëndrimi që ai e vlerëson se mund të ketë sukses, po dhe nga pjesëmarrja nuk mund të themi që partia që drejton Lapaj po mbush sheshe. Edhe është një parti modeste. Është rezistencë që duhet vlerësuar rezistencë qytetare më shumë se sa politike. Por shohim që nuk po arrin të mbush sheshet, jo për fajt të tij, për një arsye, por ky është realiteti. E njëjta gjë edhe për partitë e tjera, edhe për deklaratat e zotit Hasimi dhe për të tjerë. Fakti është që këto parti më vete nuk kanë treguar, kanë elektorat, por nuk kanë elektorat që mund të jetë problem për qeverisjen, apo që mund të kthehet në një alternativë qeverisë përballë majorancës sotme. Kështu që e vetmja mënyrë, dhe kjo është e provuar, nuk ka nevojë as për teori politike, që e vetmja mënyrë është që duhet të bashkohen me Partinë Demokratike në çdo lloj forme, të paktën me kushte dihet pjesa e marrëveshjes detajohet më vonë, por duhet të jenë të qartë që pa u bashkuar me Partinë Demokratike si forca kryesore në opozitë, të gjitha këto nuk mund të sjellin asnjë lloj ndryshimi. Është provuar disa herë rresht në zgjedhje dhe mua më çudit që pas çdo palë zgjedhjes të gjithë dalin me idenë që duhet bashkohen, pastaj afrohen zgjedhjet dhe ndahen. Gjen një arsye për të mos u bërë bashkë, dhe në fund rezultati dihet që fiton gjithmonë partia në pushtet, siç e ka treguar dhe në zgjedhjet e fundit. Kështu që edhe kodi zgjedhor është i tillë që nuk i lejon shumë këto manovra. Pikërisht, është kodi zgjedhor i tillë, i cili është një dakordsi mes dy të mëdhenjve, sepse ata mund të mos jenë dakord dhe mund të urrehen politikisht për çdo gjë. Për kodin zgjedhor ata janë që të dy dakord. Sepse ky kod zgjedhor i mban autoritetin që të firmosin atë listën e mbyllur,